Një skemë e falsifikimit të eurove dhe tentativës për t'i hedhur në treg është zbuluar nga policia e Tiranës. Sektori për hetimin e krimeve ekonomike ka vënë në pranga 4 persona si dhe ka shpallur në kërkim një tjetër. Blut arrestuan Aleso Brungaj, Sergio Lala dhe Enis Aliej si dhe një 17 vjeçar, ndërsa në kërkim është shpallur një 19 vjeçar nga Kruja. Nga hetimet, Alesio Brungaj dyshohet se ishte personi nga Shkodra që kishte porositur shumat e eurove të falsifikuara. Grupi hetimor ka dyshime se euro do të hidheshin në qarkullim në Shkodër dhe në Maltëzi. Ndërsa Sergio Lala, Enis Aliej si dhe 17 vjeçari i arrestuar dyshohet se përmes faqeve në TikTok shisnin euro të falsifikuara. Ata kanë kontaktuar me të riu nga Shkodra ku pas pazareve kanë rënë dakord për të shitur 18.000 euro të falsifikuara. Parat ishin ndarë në 11 pago të prerjeve të ndryshme dhe u bllokuan në momentin që sapo tërhiqeshin nga një pikë postare në Tiranë. Antikrimi ekonomik ka disa kallëzime për 17 vjeçarin pasi nuk është rasti i parë i tij në këtë skemë. Të arrestuarit nuk kanë pranuar të flasin, ndërkohë policia vijon hetimet për zbulimin e personave që fshihen pas kartmonedhave false. Ka dyshime që imituri dhe të rinj të arrestuar përdoren nga personat e tjerë për të shpërndar euro false.